Përshëndetje dhe mirë se vini përsëri në një video të radhës. Në këtë video do të flasim për users ose userat, përdoruesit të cilët kanë qasje tek webi jonë. Si fillim e kena këtë pamje që duket, edhe lart e kena butonin që mund ta shtojmë një user të ri, një përdorues të ri. Edhe kena këtë pamjen që tu i kena të gjithë userat, edhe tu të gjitha të cilët janë administrator, pastaj kena këtë opsionin e filterave, ose ta ndryshojmë rolin e një përdoruesi për një rol në një rol tjetër. Pastaj këtu është lista, emri i përdoruesit, emaili, edhe çfarë roli ka edhe sa postime i ka ky user. Për të shtuar një user të ri, e klikojmë butonin add user. Edhe këtë kena formën këtu për ta kriju një user. Si fillim e kena për shembull username-in, edhe vendosim username-in, e vendosim Ilir, emailin Ilir Nëziri, emrin dhe mbiemrin Ilir. Nëse ka website, edhe tu ta zgjedhësh pasportin, ose vendos të pasportin që është gjenerik vetë nga WordPress-i, që është një pasport i sigurt, ose vendosi një pasport, për shembull, vetëm e vendosim sa për shembull 2025, edhe tu tregon se pasporti është i dobët, do me thënë mund të hakohet ose mund të shpejt të gjendet, edhe tu i klikon butonin confirm, do me thënë konfirmohet që ki pasport me të vërtet ti ai që e bën ka që pasportin e let. Edhe këtu e kena butonin send user notification, tu të regon të me i dërgu një njoftim userit përdoruesit nëpërmjet emailit që i ke tregu se do me thënë jo është hapur një account, një user të ky website, edhe në fund e kena rolin se çfarë roli do me thënë do ketë ky user. Andaj këtu do të thënë kena disa role që do i shpjegojmë se kush çfarë roli përmban. Ta shikojmë roles. Ok, shkem tash tek një fotografi, edhe këtu i kena disa opsione, ta shikim këtë. Ok, ja pra, këtu e kena një grafikon shumë të qartë, që na tregon do me thënë se kush çfarë roli ka. Për shembull subscriber, do me thënë thjesht vetëm e shikon website, asgjë tjetër. Do me thënë si subscriber, i vetëm thjesht je vizitues i një website. Pastaj roli kontributor, do me thënë është ky roli këtu, i dytë është kontributor. Çfarë mund bëj roli kontributor? Roli kontributor mund ta shikon në website-in, të bëjë edit dhe të fshije një postim. Në të fshije postime dhe të bëjë edit. Asgjë më shumë. Pastaj kemi rolin, do me thënë pastaj kemi rolin autor. Çfarë bën roli autor? Roli i autor do me thënë bën. E lexon në webfaqen, të i ati, ke mundësi që ti fshish dhe ti editosh postimet, të publikosh një postim të ri ose shumë postime tjera, edhe ti bësh edit direkt, ti bësh delete edhe ti postosh njëkohësisht do me thënë postime. Kjo është sa i përket privilegjeve të autorit. Pastaj kena privilegjin rolin e radhës editor. Çfarë ka editori? Editori do me thënë e ka mundësinë që ti bëje gjitha këto që i përmendem, pastaj ti bëje edit postimet ose pejxhat të tjerëve, ti fshije postimet e pejxhat të tjerëve dhe pastaj ti bëje edit privat dhe shumë gjëra tjera, postimet e vet apo edhe të tjerëve. Edhe pastaj kena rolin e fundit që është roli administrator. Çfarë ka roli administrator? Të gjitha këto deri tek editori, pastaj mund t'i bëje domethënë ti menaxhoje pluginsat, ti menaxhoje themesat,
krijoj user të ri edhe ta bëj gjithë edit dashboardin e WordPressit, dhe më thënë që i ka të gjitha privilegjet sa i përket opsioneve tek dashboardi. Andaj unë shtoj të një user, edhe bëj add user, edhe ja dhe më thënë ku ushtu një user i ri, emri i lirë, dhe më thënë i lirë në ziri, emaili im, edhe administratori, edhe dhe më thënë unë të mund të shikoj këtë si pasport edhe ja dërgoj për shembull dikujt, tash unë për të kish të ki domain, ose të ki, thip tek vpadmini, një si fillim edhe vendos username-in dhe pasportin që i krijova të ki username. Dhe më thënë, këtu tash mund të ndryshosh, dhe mund rolin tash të më ndryshosh, të ndryshosh për shembull ta bësh autor, ja pra dhe më thënë ku është tash ku u bë roli autor, një kështu radhë, tash dhe më thënë të mund të shtosh shumë usera të tjerë, edhe këtu e ke emocionin me shtu, më thënë, ma shumë usera, dhe ke mundësi ta shohësh profilin tënd, kjo është dhe më thënë profili yt, çfarë ka tek profili, do të thënë e ke këtë pjesën e sintaksës, do të thënë me i pa këtë pjesën e ngjyrave edhe të si të duket kjo pjesa e pamjes, mund ta bësh light, modern, blue, coffee, edhe të që ndoshta secilit kujt si i pëlqen, unë e lej default, edhe pastaj kena pjesën e toolbar, është me shfaq këtë toolbarin të lart, ja pra kjo këtu. Edhe kena për shembull ta ndryshojmë gjuhën, edhe username-in, passwordin dhe gjëra tjera detajet tona, emailin, një fotografi nëse dëshirojmë të vendosim, e kështu me radhë, dhe këtu mund ta bëjmë domethënë profilin mund ta bëjmë edit ose update për mu ndryshu domethënë mu marr pjesat e ndryshimeve. Kjo është domethënë sa i përket pjesës së roleve, të cilat domethënë kanë një rol shumë të rëndësishëm sa i përket faqeve të cilat janë me portale që kanë shumë gazetar, shumë autor, ose të cilat domethënë kanë punëtorë të shumë që punojnë në atë website, ose kompani që ka më shumë userat tek ai website, dhe kështu me radhë. Kështu që to duhen patjetër të bëhen në bazë domethënë roleve, në bazë tyre që i spjegum, sepse ndoshta mund t'japish dikujt ndonjë rol administrator i cili mund pastaj të të bëne problem të ta fshinë në website-in, ose të të bëne gjëra tjera, po probleme tjera, kështu që andaj domethënë kjo është shumë e rëndësishme që dihet se çfarë roli vendoset tek kjo pjesë. Kishte sa i përket pjesës së userave, nëse keni pyetje ose diçka të paqartë, lirisht mund shënoni në grupin në WhatsApp tek moduli i WordPressit tek pyetje përgjigje, dhe aty unë jam i gatshëm që përgjigjem me njëherë për çdo paqartësi dhe çdo problem. Shihemi në videon e radhës.